Mirë, do të shkojmë me një lajm të fundit. Ka ardhur reagimi I parë I autoritetit mbikëqyrës policor që ka reaguar lidhur me ngjarjen që tronditi jo vetëm Tiranën, por gjithë Shqipërinë për atentatin në Rinas. Bëhet fjalë për reagimin e parë nisur nga interesi I medias dhe ndjeshmëria e ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme në rreth rrotullimin pranë aeroportit Nën Tereza, ku rezultoni përfshirë dhe punonjësi I Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore MSH, I cili ka mbetur I plagosur dhe po merr ndihmën mjekësore. AMP ka nisur menjëherë verifikimin e brendshëm të procedurave administrative të ndjekura si dhe praktikën e plot me agjencitë përkatëse dhe policinë e shtetit në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij prej shtatorit 2025, ndërkohë drejtori I përgjithshëm I Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Eduard Merkaj ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale të AMP-s deri në zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Në komunikimet në vijim do të bëhen me dije dhe rezultatet e këtyre veprimeve. Pra ka qenë reagimi I parë nga AMP lidhur me ngjarjen me atentatin që ndodhi në rreth rrotullimin e Rinasit dhe kemi vendimet e para duke pezulluar komplet zinxhirin komandues pra të strukturës së forcës së posaçme operacionale të AMP-s deri në zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes dhe dinamikën gjithashtu edhe në saktësimin e të gjitha lidhjeve që mund të kenë persona të caktuar në AMP, jo vetëm me këtë ngjarje, por ndoshta edhe me grupe kriminale.